3.200 punonjës të policisë së shtetit së bashku me punonjësit e policisë bashkiake do të jenë në dispozicion në 3 data, përfshirë nga data 9 deri në 11 maj për zhvillimin e aktivitetit ndërkombëtar të ciklizmit, i cili do të zhvillohet në 3 qytete, përfshirë Tiranën, Durrësin dhe Vlorën. Policia e shtetit ka detajuar edhe planin e masave në lidhje me këtë aktivitet sportiv. Për MCN, drejtori i përgjithshëm i policisë rrugore Altin Çato shpjegon qytetet që do të preken nga aktiviteti ciklistik Giro Italia, si dhe etapat kryesore që do të shtrihet gara ciklistike. Zhvillohen 3 etapa të Giro Italias 2025 në vendin tonë, të cilat fillojnë në datën 9, 10 dhe 11. Etapa e parë në përfshin Durrësin, Elbasanin dhe Tiranën. Etapa e dytë përfshin vetëm Tiranën në qytet dhe etapa e tretë bëhet në datën 11 përfshin vetëm qarkun e Vlorës. Ka bërë një plan të detajuar ku ka parashikuar gjithë akset që do bllokohen, sheshet që janë bllokuar janë në dispozicion të aktivitetit. Tirana ka 2 etapa. Etapa e parë që është përfundimi i garës, edhe etapa e dytë që është në datën 10 që bëhet në Giro zhvillohet është garë kronometrike zhvillohet në qytet. Gjatë etapës parë, hyrja do bëhet në Tiranë, do përdoret rruga e vjetër, rruga e Qafkrabës, pra fillon në kufirin me Elbasanin në Gracen dhe del te rregullimi i Tegut. Por cilat do të jenë zonat më të izoluara nga Giro Italia? Problematik në datën 9, ne konsiderojmë zonën e banimit, boqet e banimit në Kodrën e Priftit, zonën e Freskut, të cilët itinerari i fut në një perimetër këto. Dhe duke qenë se do bëhet 2 herë ky itinerar, ja zgjat kohën e bllokimit dhe janë mundësitë më të kufizuara. Akset kryesore do të qëndrojnë të bllokuara për 5 orë, nga ora 13 deri në orën 18 të pasdites. Janë disa qytete që ndërthuren në këtë aktivitet. E dyta është shtirja e gjatë në kilometra të akseve rrugore që do ketë nevojshme për të kufizuar lëvizja e mjeteve. Gjithashtu dhe koha e gjatë e këtij shërbimi, sepse një etapë fillon rreth orës 13 dhe përfundon mbas orës 17:30. Pra është një kohë gjatë shërbimi për të mbajtur. Janë akse kryesore që normalisht ka veçori. Është shumë e rëndësishme jeta dhe siguria e ciklistëve të cilët ecin me shpejtësi të larta në rrugë dhe e kanë shumë nevojshme rrugën e lirë. Disa nga akset kryesore që bllokohen në Tiranë sipas hartës që shpërndar nga Policia e Shtetit në këtë itinerar kohe janë rruga e Elbasanit, bulevardi Bajram Currit, dëshmorët e Kombit apo bulevardi Zhandark, si dhe shumë rrugë të tjera.